Tani me analistët, ju mendoni që Rama ka legitimitet për ta qeverisur Shqipërinë, sepse ai do të, nëse ne do të shkojmë në zgjedhje kështu, do të përsërisht Rama, domethënë të e majta apo jo. Me pak fjalë. Ky është vendimi i Ramës, nëse do jap dorëheqjen dhe do rikandidoj. Një nga pyetjet e shkoj. A ka gjasa a mundet Rama të çojë vendin në zgjedhje të parakoshme? Dhe të jap dorëheqjen sigurisht në këtë rast. Të jap dorëheqjen dhe të rikandidoj. Po, ai mund ta bëj këtë betejë. Televizia zgjidhet e gjithu aty. Këtë betejë që është një betejë idesh edhe konceptesh për zhvillimin e vendit, mund ta shojnë në një betejë shifrash. Pra, e çojmë vendin në zgjedhje, shuan protestën dhe pastaj e kthejmë në një betejë shifrash kush merr më shumë, 49% PS-ja, arrin të marrë prapë 71 deputet dhe e mbyll. Mendoj që mund ta bëjë këtë, mund ta tentoj. Por kjo nuk i jep garanci që protesta pushon. Pra, protesta sot nuk është për të larguar Ramën nga kryeministri dhe të mbyllet. Protesta është një hap për të mos lejuar më Ramën dhe Shqipërinë e këtyre 35 viteve. Pra, varet si e lexon protestën. Ne kemi një parull, Shqipëria e re, pra është një parull e cila përtej konotacionit ka një lloj ide që një Shqipëri ndryshe, pra një Shqipëri që e përfaqëson terren, pra boll, domethënë mendoj që është momenti se ne flasim për tranzicionin për duhet të kaluar. Edhe në Shqipërinë e vjetër, Andi, ju duhet të pranoni disa gjëra. Jo, nuk mund të themi një mohim total të... Pra, sepse gjëra të rëndësishme kanë ndodhur. Dhe aq mundësi kemi pasur si popull. Nuk po flasim për një realitet tabula rasa që... Mundësit tona, Andi, kanë qenë shumë të kufizuara. Të kurten tona të popullit tonë. Në vazhdimsi. Ne nuk kërkojmë as popull të ri, as njerëzri, se nga këta njerëz... Nuk duhet të justifikoj asnjë gjë, sepse dy personazheve që unë jo hodha ju për pyetje të gjithë, kanë patur, Sali Berisha dhe Edi Rama, mbi 80% shoqërisë shqiptare të ulur në gjunjë, momentet që kanë ardhur. Sa e kanë shfrytzuar ata këtë, pastaj është punë e tyre. Ky është momenti. Ne kemi dhënë shansin atyre, kështu që thjesht hapim. Mbi 80%, 84 ka patur Saliu, dhe mbi 80 edhe ky tjetër. Një ndër kërkesat tona është që të ketë limit mandatash, 2 mandata. Kjo do na shpëtonte nga një autokraci tjetër dhe mendoj që nëse dalim nga kjo protest me një kërkesë tillë politike, do ishte një ndër fitoret më të mëdha. Hoxha? Shikoj, rasti i Viktor Orban në Hungari tregoi qartë që të rrëzoi një njerëz si Orban, me atë mbështetje që kishte, që mbështeste edhe Trumpin. E pabesueshme. Edhe Trumpi në fund, vazhdimisht i bëshin kërkesa dhe ai vazhdimisht fitonte. Pra, kur u ndryshua dhe u bë me 2 mandate, ku erdhi kryeministri i ri, i cili u shpall dhe njerëzit e dinin që kryeministri i ri, po, edhe pse Magjarin thotë. Po, Magjari, edhe pse kishte qenë me Viktor Orban. Brenda ka qenë. Njerëzit e dinin. Brenda establishmentit. Pra, dhe ai e goditi mua aty ku nuk e priste. Ishte revolucion. Më fal. Mënyra se si ata e kryen. Tani, vim te pjesa. Po flet për Hungarinë, e mora si shembull. Po flet për një pjesë, ka qenë një pjesë e rëndësishme, njerëz për perandorive. Patjetër, me perandori të mëdha, se ka qenë 50 perandori Habsburg. Edhe që kanë ndikuar një pjesë të fatshme. Pse e mora si shembull krahasuar me Shqipërinë? Dhe kush problemi në Shqipëri? Ti bëre pyetjen, çfarë do bëj Rama? Unë them në shtator, siç bën gjithmonë, kur të kthehet nga pushimet, do bëj ndryshime qeveri. Këtë ka bërë gjithmonë. Vinë aty 10-12 rinj fare aty të rinj. Kur të vi, ai do vër ca që nuk i njeh as Rama vetë. Nga ju, vini ju jo. O, Ylli. Po theu në një nga këta të protestës atje, do vërë dhe një nga këta të brëndë. Si që ka bërë gjithmonë? Jo, atje, disa do venë ata të venë. A i këtë gjej aty, këtë blej, këtë joshi, ti do ta kesh ministër dhe do thot, ja ku e kini përfaqësuesin tuaj, është ky zvendës ministra, se Rama nuk ka më pik shollën, i është bërë lëkura shollë, dhe nuk e ka problem fare. Dhe vetë me mundësi është që ta detyrosh atë, pra ti kërkosh të Ramën të japi dorëheqje, aq sa e njoh Ramën dhe nuk e njoh pak. Që nga dita e parë ku ardhi ministri i kulturës dhe deri sot ai njeri nuk e njeh si koncept dorëheqje. Jo sot që i ka të gjitha pushtetet në një dorë. Dhe jo sot kur rrezikohet jo vetëm ai, por rrezikohet dhe ata edhe opozita e fundit në Shqipëri. Pra, ta mbyll fjalën vetëm. Pra, çfarë si e shoh unë në këtë moment? Rama do të mundohet ta shfrytëzojë kohën në maksimum dhe thash në shtator do ofroj këtë gjë. Në qoftë se në shtator dhe tutje protesta do rikthehet edhe një herë lumi
me fuqi mase më të madhe, me pjekuri dhe objektiva më të qarta, atëherë do të çojmë një mënyrë tjetër. Deri në këtë moment, unë e shoh Ramën e dobësuar, po jo si nuk e shoh si Antoni Ramën e rënd. Rama nuk bie kaq kollaj. Nuk ka shpëtim Rama politikisht. Po dakord, po kur ta rrëzojmë në 29. Nuk ka shpëtim. E thash, Rama është njëri që nga dita që filloi protesta, vetëm humbet vota, nuk fiton më vota. Me çka më parë në këtë vend. Është njëri që i bën tëm vetes dhe partisë i përfaqëson. Sa më largët jetë dita i do largohet Rama, për ta shndruar në çështje shifrash të gjë, edhe nëse protesta s'behet, protesta është aty, pakënaqësia është aty, këta njerëz të cilët nuk do dalin në shtet. Protesta është aty, pakënaqësia është aty, thotë Abilegaj, por unë kam një pyetje. Sa do të zgjasë, aq më pak vota do marr, sa më shumë të zgjasë. Aq më shumë do rrëzoj veten, aq më shumë imazh e partisë tij. Mirë, po ku do ta çojë? A do ikë ai si Ceausescu? A do ikë si Orbani? Ajo është zgjedhja e tij. Si Gruevski, po. Ajo është. Por unë si gazetar jam detyruar të bëj një pyetje. Orbani u tregua më i zgjuar se ta. Okej, e kuptoj e the dy herë. Mirë bëre që e the, tani ka një problem. Unë do të bëj një pyetje që natyra e gazetari e bën. Duke si dekuraju se në faktë, po tëeshte... Është avokati djallit, në këtë moment. Gazetari, si bërë dhe këtë punë e avokati djallit. Ka gjasa që kjo protesta, se mund vinë shtator prapë, thotë Bilega, po ka gjasa të rezistoj vapës së të mërshme të Koriku dhe Gushit, se a i lartë, çuditërisht ka edhe këshin fillu të shkrinin, i jeptin kronika, edhe semaforët në Paris, në Francë, këshin fillu të shkrinin. Semaforët dhe kullonin poshtë, qanin semaforët dhe shkrinin. Mundet i rezistoj të një ju, apo jo? Apo mos është duke shkuar drejt shkuarjes? Këto 4 ditë kanë qenë shumë të nxehta, e megjithatë protesta ka vazhdu, shoh që ka një energji të njerëzit, pavarësisht kohëzgjatjes dhe një dëshirë që të vazhdohet. Megjithatë, janë dhe realitetet praktike që disa njerëz do shkëputen për pushime verore. Dhe unë mendoj, ideja ime është që ne duhet ta zhvendosim protestën kudo që janë njerëzit. Njerëzit do shkojnë plazhe. Plazhet janë një ndër simbolet e uzurpimit të hapësirave publike. Po mund ta çojmë protestën në mënyra të ndryshme, me një pankartë aty të çadra, ose i ke pa të rinj në përparti që thojnë e knojnë Rama jep e dorëheqjen. Pra këtë gjë duhet bëjmë. Ideja është që duhet ta çojmë protestën ku janë njerëzit. Ku janë njerëzit? Kjo është shumë idealiste. Arida është shumë idealiste, 2 fjallë, se jemi kapitaluar gjithë limitet. Unë jam dakord me atë që tha zoti Abilekaj, sepse ndodhi ajo shëmbja e gardit sa fizik dhe simbolik në Zvërnec, dhe besoj se shumë garde do shemben në shumë vende tjera, dhe besoj se edhe nëse ka një ulje apo një ndalesë gjatë periudhës së vapës madhe, unë jam shumë i sigurt që në shtator do ketë një shpërthim të ri të protestave dhe Rama nuk e ka gjatë. 2 fjallë? Mund të gozazë Baba? Protesta shumë shkurt, e studentëve në 90-ën ka qenë të sheshi ta hedhim qelbësirën, kjo ishte moto, po e mba mend. Në shkurt, 91-shit, pra. Të sheshi ta hedhim qelbësirën. Sot, parulla re është Rama në burg, Berisha në burg. Pra është, po thosë si identike është e njëjta gjë. Nuk është më një, po janë 2. Protesta e 90-s, se thonë për të protesta e 90-s zgjati deri në qershor 91-shit, kur ra qeveria Fatosnanut. Qartë. Do të thënë nga jetoj 6 muaj, nuk ka protesta që arrin. Sidomos kur ka regjime të forta dhe që përdorin të gjitha mjetet për të qenë pushtet.